Çështja tjetër që duhet me e ditë vëllezër edhe me besu lidhur me haudhin është se një pjesë e umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë më u privu prej tij, Allahu na rujt. Po nuk jepet mundësia me pi prej këtij haudhi. Pra largohen edhe shtyhen prej aty edhe nuk jepet mundësia me pi. Edhe pse siç thamë është domosdoshmë me këtë hapësirë kaq të madhe, mallësi kaq të madhe, nuk jepet mundësia me pi. E për këtë aludojnë hadithet e sakta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këta njerëz vëllezër janë dy kategori. Kategoria e parë janë ata el murtadun. Janë ata që janë dalë prej fesë islame. Fillimisht kanë qenë musliman, kanë besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë besu fesë me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po Allahu na ruaj, thonë kanë dalë prej fesë të Allahut edhe kanë vdekë në atë gjendje. E këta afrohen, mirë po nuk ju japet leje me pi prej atij ujit, domthonë shtyhen edhe largohen nga melekët e Allahut subhanahu wa taala. Grupi i dytë vëllezër që nuk kanë me pas mundësi me pi janë bidatxhit. Pra ata që kanë shpik në fenë Allahu subhanahu wa taala gjëra që nuk janë prej saj. Qoftë në aspektin domthonë teorik, në aspektin e besimit, qoftë në aspektin praktik, në aspektin e adhurimit. Ajo që ka aludon për këta është fjala e pejgamberit alsam që kur thot ummeti, kur i shes disa njerëz, pa nuk po japet hapësirë me pi dhe largohen me dhunë dhe me zor prej aty, i thuhet innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Pra i ngushëllojnë pejgamberin alsam i thonë ti nuk e di se çfarë kanë shpik ata mas teje. Ose se kanë shpik gjana sunetin ton, fen tonë me cilën ti ke ardhur, edhe kanë ndryshuar fen e Allahu subhanahu wa taala. Pra kanë shti bidate, kanë fut bidatën fen e Allahu subhanahu wa taala. Pse i njeh pejgamberi sa umetin e tij vëllazër, do ta marrim i njeh me shenjat e abdesit. Andaj çuditë domon kur i shese disave nuk jepet hapësirë me pijet. E pastaj vjen domethënë ky ngushëllim prej Allahut, e thotë innaka la tadri ma ahdathu ba'd. Nuk e din se çfarë kanë shpik këta mas teje. Atë kjo na jep me kuptues se ti si musliman duhet me pas kujdes të madh nga bidatet në jetën e kësaj bote. Ki kujdes nga bidatet, ki kujdes nga bidatet që kanë bëjnë me besimin Allahun subhanahu wa taala, edhe bidatet që kanë bëjnë me adhurimin aspektin praktik në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra mos shpik gjana në fenë Allahu subhanahu wa taala, mos pason njerëz që kanë shpik gjana në fenë Allahu subhanahu wa taala për të cilët nuk ka kurfar argumenti nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ndryshe të pret ky përfundim. Pra kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Andallëzër dietarët kanë thënë se haudhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dy. Thonë janë dy haudhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç janë dy sirate, dy rrugë. Kemi marrë këtë domosdoshmë kur kemi folur për sirate. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dy haudha, dy burime madhështore, njën këtë botë edhe njën botën tjetër. E burimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë botë vëllazër kush është suneti i tij. Suneti i tij. Kur themi suneti, vëllazër nuk e kemi për qëllim suneti karshi i vajxhibit. Themi suneti do të thonë feja me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tërësisht feja. Qoftë në adhurime, qoftë domethënë në raport me Allahun, qoftë në raport me krijesa, qoftë në besimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është këtë sunne. Shta vrem se kanë dietar më herët kur kanë shkruar libra në akide, i kanë emërtuar çka e sunne, vetëm kaq, sunne. Suneti domethënë me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Suneti i tij në këtë botë është haudhi i tij, është burimi i tij. Ndërsa haudhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ahiret vëllazër është ai haudhi madhështor uji që e morëm, që do të japet si nderim në ditën e Kiametit. Andaj cila është ndërlidhja mes tyre dyjave? Ka kanë sqaruar vëllazër dietar. Edhe kanë thënë, kushdo që pin nga burimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në jetën e kësaj bote, komë pithet nga burimi i tij çka në ahiret. Që do të thotë se kush pin nga burimi në këtë botë, më kush merr nga suneti i pejgamberit sa në këtë botë, edhe praktikon atë jetën e vet, edhe në adhurimet e veta, edhe e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ki me pin burimin e tij, haudhin e tij në ditën e Kiametit.